Salavatët, selamet për pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe dërgojmë. Një prej mësimeve që i përfitojmë nga biografia pejgamberit alayhi salatu wassalam është edhe mërzia edhe të çarat e tij për shahidat, për dëshmorët, sidomos kur ndodhi betejë që u konsideru si humbje për muslimanët ajo e Uhudit, edhe aty u vran mbi 70 besimtar, mesën e tyre edhe axha i vet Hamza. Pejgamberi alayhi salatu wassalam masi u kry betejë i mblodhi të gjithë të vdekurit. Normalisht kur themi të vdekur, themi për këtë botë të vdekur, për arsye se në fakt Allahu xhalla shanuhu ka përmend për shahidat se nuk janë të vdekur. Thot, mos i konsideroni, mos mendoni se ata që vdiqen u vran për hir të Zotit në rrugt të Allahit, mos mendoni që janë të vdekur. Përkundrazi, ka thënë Zoti, ata janë të gjallë tek Zoti i tyre duke u furnizu. Allahu i lartësuar kur ja u ka dhënë atyne shpërblimin, ju ka thonë, a dëni diçka tjetër, qatë shumë që ju ka thonë, shpirtave të tyne, të kanë thonë, o Zot, veç të një kërkese kemi. Çfarë kërkese? Thot, me na kthy edhe një herë në këtë botë, mu vra apet, për shkak se e kanë kuptu çfarë mirësie dhe vlere ka shahidllëku. Allahu xhalla shanuhu thot, ju ka thonë edhe ju thot gjithmonë dëshmorëve që vdesin rishtazi, ju thot, unë i kam vendosur do rregulla që nuk i thej. E prej këtyne rregullave është që nuk e kthej njërin edhe njerën këtë botë i cili ma veç ka vdek. Edhe pse është kërkesa e shahidit, ma është e pa mundshme me u realizu. Pra shahidi e ka vetëm këtë kërkesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju e dini se tash janë të dalë edhe videot e masakrave të reja të kohës luftës, edhe dikush prej nesh ka pas familjarë dhe akraba që ju kanë vranë luftë. Ndodhë që dikush me i pa dhe me u mërzit që e kanë mytë këta, që kanë mytë ata, e sot po ashtu i kemi ditët në të cilat është bërë dhe sulmi tek familja jasharë dhe ku jenë mbyt edhe fëmijë dhe gra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, personat që Zoti veç i ka përcaktu për shahida, vdekja atyne, pa marrë parasysh çfarë dhimbje, çfarë lloj vdekjesh ka qenë. A kanë mytë, a kanë masakrua, a kanë bë këtë, a kanë bë atë, pa marrë parasysh. Thot, ju ka dhimbt atyne, kanë pas dhimbje, gjatë qasaj masakre për shembull, vetëm sa një njeri miskoja, që pickon një herë, tak, a kina i dhimbë madhe, jo. Qaq thot ka shahidi kur ka vdek. Thashën e pa përdori atë fjalën kur ka vdek, se Zoti ka thonë nuk kanë vdek ata. Po na pa përdorim atë fjalën që e na mësu me thonë, na menojmë që si del pikë kësaj bote ka vdek. Në fakt ai vetëm e kanë rru vend banim, kanë rru jetë. Kanë shku nga në një vend që është vendi i sprovave, në një vend që është vendi i mirësive, në xhenet. Por megjithatë, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i ka pa shahidat, ka qa, i ka mledh, i ka bo bashk, edhe jo ka fal namazin e gjenazës. Ashtu me gjak, nuk i ka la, i ka varos.
Për shkak se ishte numri i madh dhe ushtarët ishin të lodhur, ndodhte që t'i varos 2 deri në 3 në një varr. Në një varr. Pyeste cili di ma shumë Kur'an, kur i përcakton të 2 ose 3, i thonin filoni, cili ka ditë ma shumë Kur'an, përmensh filoni. Qit në filonin ma afër tokës, pastaj dytin, pastaj tretin. Pse ma afër tokës? Për arsye se është më nder më i madh, me prek tokën trupi i qatij shahidit, edhe i qatij që ka ditë Kur'an ma shumë. E kjo na bjen në një mesele tjetër, se trupi i cili prek tokën, kur ta varrosim, që e vendosim e lëshojmë tokë, është më nder se sa ai trupi i cili i vihet pengesa mes tij edhe tokës. Sepse ne jemi krijuar nga dheu, trupi është krijuar nga dheu. Dhe në momentin që bashkohet trupi me dheun, ai ndjen ngrohtësi, sikurse kur bashkohet fëmia me nonën e vet. Prandaj në Islam është rregull dhe kusht Milan ato budallallëqet me lula, me sandëka, me letër nxehtë, domethënë izoluese, dhe na i ditë edhe stiropolla ose stirodora, dhe na i ditë klima kur t'i çojnë, që ftof edhe që nxeh, edhe wifi-ja. Çka janë këto budallëqe? Pse ka ardhur koha që besimtarët më undje bashën nga mrena, tu mendu që na s'kemi rregullat tona të kësaj bote dhe të botës tjetër, dhe duhet detyrimisht na me ndjek rregullat e jo muslimanëve, të cilët nuk janë të i bon nga feja tyne, as ata, nga devijimi tyne. Kur na çdo sa ne kemi detajuar nga Allahu xhaleshanu sa edhe zogu që fluturon në qiell, kemi informacione. Edhe forma që hymna në WC edhe që dalim për WC-s, na kemi rregulla. S'na ik neve kur gja. Prandaj vendoste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shahidin që dinte ma shumë Kur'an nder për të ma afër tokës. Me qëllim që me u bashku edhe me u shëndru në dhe sa ma shpejt. Allahu ka thonë Kur'an, prej sa ju kem kriju, në të do t'ju kthejmë, edhe prej sa i përzdytit do t'ju ringjallëm. E tash, a qenë ka ma inderum ky shahid që me durët pejgamberit alayhi salatu wasalam vendosin tokë, apo ai i cili dikush prej nesh edhe kërkoj me ngulm nga ju të dashur vëllezër që të keni kujdes, mos bini prej e rrethit ku jetoni. Aman. Aman presionet e akrabave, daja, djali dajs, halla, tezja, filoni. Presionin që ta bëjnë për babën tanë, për nonën tanë, për gjyshin tanë, kur të vdes, mos i prano ato presione. Ti ki parime. Pse po thëmë kështu? Vjen në kushërinë yt, kur des baba, vjen nipi yt, edhe thot ty për babën ose për gjyshin, thot, s'pe varosti me sanak, a për 150 euro për lasha. Që si ki, unë t'i jap, unë po du m'ja blethet. Edhe ti, nga presioni, thot marrë njerëzit, kreti kanë varos, thojnë djali filanit e lëshoj babën tokë, s'pat m'ja bleni sëndëk. Ti për këti presioni dërzohesh. Folin anena, hallat e motrat e ata këta, një prej gabime për shembull që na sot e jetojmë është, elhamdulillah, jenë req, kapellat jenë req, e dini kret, frigoriferat. Edhe, kur të vdes dikush, dojnë me qu gjenazën atje, qohën bijat e shpis, edhe thojnë, ja, nëse qojmë babën, nëse qojmë nonën, na rujmë dhe në sabah, jo, po dojnë me qu atje, këta me fjetë të natën, na kina me nejtë të natën me rujt. Nuk është trimni me rujt, për çka me rujt? Kretë ma halë e mbledh për para, ka 3-4 vetë. Edhe i ka hup pastaj edhe shijat, që me thonë, ja, pse se kanë filluar me bëj gare. Ti mos mënon nëse shkon ai atje në atë frigoriferin te e ke çu babën e gjallë aty e tanatën ka mirash kelmave me ja çel derën e frigoriferit. Çka kupton kështu? Ajo është një kamet,
sikur se kja pa shpirt. Nuk ndjen kur gjë shpirti në tjetër ka krejt. Prandaj, kur hudhet në tokë gjenazja, ti e ke nderuar, ke respektu. Sa më shpejt që shkrihet gjenazja, ose si me thonë, bëhet dhe, shndrohet në dhe, e ke nderu ata. Prandaj, mos i merrni lakmi kërkuj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, ka marrë një zaman që njerëzit kanë me ndjek pa besimtar të tjerë. Nëse kanë me hyrë në vrim të ardhucit, ata kanë më munu dhe këta me hyrë. Se mos ata po din diçka më shumë se na. O vllazni, pasha Allahin. Na libër jemi në gjendje me shkrujt, veç qysh me hinë WC, qysh me dal pi WC-s, qysh me kry nevojnë, a bën me marr abdesës, bën me marr gusli, qysh janë rregullat. A bën me thonë bismillah, bën libër Islami, mund me shkru libër besimtari 300-400 faqe, veç për rregullat e WC-s. E le mosa në tjera që janë shumë më të rëndësishme, kjo më e thjeshta kjo. Na kemi rregulla, na mundim me shkru libra, qysh vishën teshat, qysh dishën teshat. Për çdo sen kemi detaje. Edhe për varrimin e njerëzit kemi detaje. Mos jetoni në burgun e fjalëve të hallkut. Vetëm këshire me kënaqë Allahun xhalleshanu se ai vdekuri nuk do me një për fjalët që ka flasin të tjerët. Ai do vetë muratu. Prandaj, këta matë vjetrit ju kallzojnë kur kanë shku në për vendet jo islame, në për ish Jugosllavi. Ju kanë kallzu ata se si në verë varët e tyne kanë vlu. Pra arsye se në ato senëkat kur i kanë shti aty, ajo gjenazja o bo s'di si ta quj, ka marrë erë, edhe ka ndodhë që sëndëku është qasë, ajo dikur ka mu prish, edhe o shafit varë edhe ka ndodhë që është qelë në vrim, erat ka mytë. Unë e kom një prej njerëzve këta. Në Islam, kur t'i bën disa ditë më varët prej tokës, 3-4 ditë, ai që se ka shkru Allah, mos më ju prish se ka prej besimtarëve që nuk i prishet trupi, si prishet kur. Pa ai që ka vendosur Zoti më prish, ai prishet me kohë, mënyrë të natyrshme, mënyrë të qetë dhe s'ka as erë as kur gjë. Prandaj, nëse jetu mendu që ja çon ti një rrotullak aty, sa rrota kamionit me lula, edhe përkujton filone, përkujton fisteki, që kur ai filone fisteki as ka shku me pa, për zgjalli, u kon 5-6 vjet, ka dergj, edhe ju ka nxit trupi, edhe o mërzit qaj baba, qaj daja, qaj kusherini, qaj kojshia, qaj agja, edhe tash pja bën këni kuror aty, ja. Edhe që atë sëndëkun që ke vendos merja bleja, jepja sadak, bënja një umre. A ke pa të gjithë që bëjnë zhurmë, s'pja bën filonit 40-ën, s'pja bën 50-ën, 200-ën, 300-ën, 700-ën. Kreta krabat flasin. Me të qitë ty fajet presion me të banë. Presion psiqik. Djali filonit, ka punu bre babajt për mja bo qëta? I kësha gjanet që na i dimo qka. Edhe ti bjen presion, edhe shkoni thirë 5-6 hoxhallar me nën që detyrimisht ata nëse vjen aty kanë me qu babën xhenet. Jo, ja. Që ata të cilët janë të bo presion që t'ja unë i kusht. Thojune, nuk kom vendos që të ju që kam imponëni, e ju nëse keni dash babën tem, gjyshin tem, unë e kom qelë një projekt. Unë jem të mbledh pare për haqë. Qoftë haqë të islamit, qoftë o kon njerë për zdyti. Që për zdyti du me shku vetë për babën haqë. Po kon, për zdyti du me shku. Sa 8.000 euro. Hajde ju që po falni, pëse s'pi bëjën e 40, 200, 300, qëtë një pare kretë. Kretë e ullin krytë. Veç ty dojnë me të ngushtu ty, e me qitë me një pozit që ti me hargju para aty me mija, ku një tubim i caktum që s'ka kur farë, në 1.000-2.000 euro nuk pështan, po flasë kur ti bëjnë ato, se ti kimi thirë 100 veta, bura, një 100 gra, dhe një 5-6 hoxhallar, se thotë sa ma shumë qaqma, me një kenioni tha, filoni be o konë buri keq, tha, ta njetën, kur dishtë të në varrim i morën pjesë 6 hoxhallar, 60 le ti marrin. Pejgamberi a.s. ka shku e ka falë munafikit matë madhë gjenazën.
Allah i ka thonë, o njëherë jo, 70 herë falja, unë në xhehenem ko me qua ata. S'ka lidhje sa o xhallar i thiraj edhe i bën hat me babës. Nëse s'o kanë besimtar i mirë që ka bën vepra të mira nuk i bën dobi asgjë. Këto janë kamuflime, këto janë syreta, veç mu duk, mbesoni. Ibadetet janë tjera edhe syretaja para njerëzve është tjetër. Që ata të cilët flasin, le të qohen vetë le të bëjnë diçka për çat rahmetlin. Asnjëri nuk janë me të thonë, a ki pare mi avon babës filan të bimin. Shtata, ku e diçka, varrema. Por të gjithë kritikojmë pse s'pja ban. Ka punuaj, kështu, ka punu ashtu. Ti bëjmë diçka që i bën dobi atij e jo mi mshël gojën gjallëve. Jo të bim presionin e llafeve të njerëzve. Andaj keni kujdes kurora, keni kujdes sanëkat, se ka mundësi tash kur tani ndikush që shet sanëka thot ky kështu, ky ashtu, se ja prishi biznesin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shahidat e Uhudit i ka marrë, i ka vendosur direkt në tokë. Nuk i ka la. Nuk i ka la. Pra arsye se thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam ditë kiametit ata ringjallën me plagën ku e kanë marrë. Edhe me gjakun, edhe pse ai në varr. O prish, por qysh ka vdek, çashtu plaga, çashtu gjaki, e cila thot është ngjyrë e gjakut, por është aromë miskut. Edhe është grad për të që ajo plaga që e ka marrë në trup. A kur ka vdek nuk ka ni asgjë, veç sa e pickon miskoja. Kështu Resulullah e ka përmend. Prandaj na kemi thash po përsëriti ditën apo prej ditëve të rënies së shahidëve, masakrën e familjes Jashari e shumë raste tjera, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qapë për ta. E dini se ai ka qapë edhe për antarët e familjes e për fëmijët kur kanë vdek, por asëse kjo e kanë pyetja Resulullah dhe ti, po qanë thot zemra mërzitet, syri lëton, por asëse nuk flasin fjalë që e hidhrojnë Allahun xhalla shanuhu. Veç flasin fjalë të mira, elhamdulillah. Një prej fjalëve që është kusht, me thonë kur kini fatkeqësinë të lashë, është elhamdulillah. Më u knaq me caktimin e Zotit, me sprovën e Allahut. Edhe pastaj Resulullah ja fali namazën e xhenazës dhe her pas here shkonte i vizitante ata varreza, edhe tha një fjalë, tha, unë jam argument, unë jam dëshmitar, më falni, unë jam dëshmitar për juve para Allahit në ditë kiametit, se e keni dhënë kontributin e juaj. Shahidi e ka dhënë kontributin e vet. Shahidi ndërmjetëson për 70 antar të familjes vet, me kusht ata me qenë musliman. 70 antar. Kur mos mendoje dikush i cili ka pështu, e shoku i vet ju ka vrarë, në djathtë ose të majt, ose vllau i vet, ose axha, kur mos mendoje me thonë, shoqërune që pështova. Se Allahu xhalla shanuhu i ka nderuar ata që i ka marrë. Po, na duket se na po jetojmë pak më gjatë këtu edhe kur gjë s'kena me bë. Ka marrë momente që kena me dek, me elon këtë dynja, me u harru. Unë po të pyes tash, ty po të pyes, detajet e jetës gjyshit tanë, a i den ti? Jo. Po të stërgjyshit tanë, halama jo. Po të 4 gjyshit tanë, i din ndoshta veç emnin, edhe këne ka pas baba dhe nanë, nëse e din. Pika u kone nona 4 gjyshit tanë, pak e din. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërheq vërejtjen me një fjalë, ka thonë, sot 100 vjet, kërkush ka thonë prej neve nuk ka mu konë gjallë. Subhanallah. Këto troja, këto vene, kam i trashëgu dikush tjetër, na kena me marrë me veti se vapin ose gjunahin. Për çka kena me i dhonë siklet? Au, ta marrë dhe qëta. Tash prej trendit të kësaj kohë është, po ndërtojnë shumë banesa që e ba,
a që të talon një, a të talon 2, zeqat jo, haqj jo, sadak jo, për çka po punojmë? Andaj, qatë shahid që e ka marrë Zoti, e neve në kalon, mos menojmë me thonë shqyqyrë që unë e pështova e diq. Ata e ka ndëru Zoti, por e marrim vesh në ditën e kiametit. Më të ndërumit e umetit janë fillimisht pejgambert, pastaj dietarët, pastaj shahidat. Dietarët. Për arsye se ulemaja, pra dietarët, janë ata të cilët janë luftë me të keqen për ditë. Shahidi o kon luftë një javë, o kon luftë një muaj, o kon një vjet, 2, 3, edhe dikur Allah ja ka marrë shpirtin. Kurse dietari 4-50 vjet, 60 vjet, është në luftë me të keqen, duke mbrojt mirën se për ditë del ka një budall, edhe lëshon fjalë kundër dinit Zotit, shtin dyshime kundër fesë Allahit, ata është dietarë do të më marrë me ta, merru me këta, taman këti del boja, e marrin vesh njerëzit që s'kona kërkon filane, e bën një skandalaj atje, del një tjetër, edhe kjo është në gjihad non-stop. Por të dashur vëllezër, për mu konsideru shahid, ka rregulla. Një prej tyre është mi bë sakrificën tonë, mundin tonë për i Zot Zotit. Për i Zot Zotit. Po për me mbrojt vatanin, po me mbrojt familjen, po me mbrojt prakin e shtëpisë, me mbrojt shtetin tonë, ama për i Zot Zotit. Nëse shkon atje, rastësisht ai, që masi të kryet lufta të bëhet kryeministër ose ministër, edhe rastësisht e ka plumi, tu ik atje, ajo, kështu nuk është shahid kë. Kë nuk është shahid. Andaj çka me bë? Edhe jetën, edhe vdekjen, për i Zot Zotit me bë. Për i Zot Zotit. Pa interes të kësaj bote. Por na lusim, shpresojmë që çdo kush i cili ka vdek, Allah ta pranoj shahid. Pra jem të fol nga populli jon. Pra ishme të fol për të qarat e pejgamberit alayhi salatu wasalam për shahidët kur i vdiqën në betejën e Uhudit. Pashtu transmetohet një transmetim tjetër se njëherë po e falte një gjenazë pejgamberi alayhi salatu wasalam, namazën e gjenazës. E ju e dini se një prej obligimeve është me ia fal namazën e gjenazës. Besimtarët i kanë disa obligime kur vdes njeriu, e para është me e la, e dyta me qefinos, e treta me ia fal namazën e gjenazës, e katërta me e varros. Çto janë 4 obligime që të gjallët i kanë ndaj të vdekurit. Kryerja e këtyre obligimeve janë farz kifaje, farz i përgjithshëm. Nëse dikush i kryen, të tjerët nuk marrin gjuna. Nëse 10 veta, 20 e varrosin një gjenazë, tjerët s'kan gjuna. Nëse kërkush nuk e varros, edhe e lën përmi tokë, atër kret që i qytet, që i katun, që i shtet kanë gjuna. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka tregu që qefinat i dimnat që janë 2, 3, 5, sa të ka nevojë varet, mos ka një plagë, mos ka diçka, qefinoset ma shumë. Po ashtu ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë me la, një herë 3, 5, 7, nëse ka nevojë, varet, ka një plagë, ka një telashe, duhet me la ma shumë. Me qitë në parfum, në sen, me e kerën. Po ashtu du të më shku me ja fal namazën e gjenazës. Nëse nuk ja fal namazën e gjenazës, gati, nuk ta ka pa hajrin që i dekmi. Po në dua e ban kur dalish aty, kur t'ju thu Zotu ila shnash, Allah e qoftë në xhenet, po, ajo është mirë, një dua. Po ajo esencialja është falja namazit gjenazës. Andaj të dashur vëllezër, mos shkonin me prashit në arë, pa shatje të rakap. Mos shkonin luft pa pushk. Me ardhë në varim pa vdes, gati s'ke bo kur gja. Për të vdekurin, po për të gjallët, kanë me të pa, se jën konë të babaj të tash përshkan aty, kime ataku dikan, mos bën hajgarën në varim, mos kesh në varim, rrisër jasë, se dikush ka mërzi. Ose shka bën i argatin të vdekurit mas pari, pastaj gjallëve,
ose më shka thjesht për sureta apo syfatësi. Kur e lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz, e ka bën këtë duan që na bëjmë kur vdes dikush, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wasi' mudkhalahu, e cila pak a shumë ka përkthimin o Zot, fale, mëshiraje, rahataje, falja mëkatet apo kaleja në ditë kiametit, mos e llogarit për çdo cikrim, nderoje këtu në këtë shtëpinë e re, hapja varrin nga gjitha anët, o Zot, pastroje me ujë të mirë, fëlladite me akull, bënet pastër nga gjitha mëkatet, sikur se pastrohet rroba e bardhë nga papastërtitë e zeza, zamensoja shtëpinë e dunjas me një shtëpi më të khairit në botën tjetër, kompenzoja largimin nga familja me familje tjetër në botën tjetër, shtinë në xhenetet e tua, ruje mbroje nga dënimi i varrit, pa ashtu edhe nga dënimi i xhehenamit. Këtë dua, kur e kanë një transmetuesi, që ky burrë e ka një afër pejgamberit alayhis salatu wasalam, çka ka thonë? Ka thonë subhanallah, aq më ka pëlqyer kjo dua sa ku më thonë, ti shakon unë i vdekurit me më bon Resulullah që dua. Ju e dini duat e pejgamberit alayhis salatu wasalam kanë qenë të pranuara. Kanë qenë pranuara. Pra, përveç që lejohet mu mërzit, lejohet me nxjerr lot prej syve, por asësi nuk lejohet me fol fjalë që i dhënojnë Zotin dhe janë kundërshtim me caktimin e Allahut, po ashtu kur të falet xhenazja, bëhet duaja për çat rahmetlin për të vdekurin, edhe kur shkoni në për të pane, edhe në përvarrime. Këshillojmë që mas pari me bëhen dua për të vdekurin, pastaj me bëhen dua për të gjallët. Pra, kemi raste kur neve harrojmë me thonë Zoti më shëroft, Zoti fal xhenetin. Çka thojmë na? Zoti u lashnash. Zoti u lashnash. Po, këta të gjallët, po atë rahmetlin, a harrove në dua? Bën dua për ta mas pare, sa ai ka nevojë. Se argatën jetë ja bën të vdekurit mas pare. Sin varrim, sin të bim pane. Pastaj bën dua edhe për këta të gjallët. Po edhe këta Zoti më lashnash, më u dhon sabër, më u dhon gajrat, më ja kompenzu me një qetësi shpirtërore, me një shpërblim edhe këtyne për vdekjen. Por asësi mos me harru atë rahmetlin nga duat. Andaj të dashur vëllezër, e nisën të ajo se si është kujdes pejgamberi për shahidët, që i ka lëshuar në varr, trupat e tyre nuk i ka la, ka bën dua për ta, ja ka fal namazin e xhenazës. Folëm se duaja kur të falesh namazin e xhenazës është prej gjërave shumë të rëndësishme. Edhe e përmenda dhe po e përsëris për shkak të minutazhës shkurt që kem. Keni kujdes në përvarrimet tuaja, punoni me rregullat islame, se Zoti na i ka detalizuar, na i ka sqaruar çdo sa në Kur'an edhe në hadith, pa pas nevojë me marr prej të tjerëve, qofshin ato tradita, qofshin fe, qofshin ku e di çka të huaja. Ne kemi çdo detaj dhe nderoni të vdekurit, mbesoni para juve, para melaçeve, para Allahit, të them këtë botë, të them edhe në botën tjetër. Nderoni të vdekurit duke i lëshuar në tokë, në varr, ose eventualisht veç me tabut, me adrasën. Aman nëse mendoni që jeni të bë sevap se e shteni në sandok, ju jeni duke burgos trupin e akrabas t'juj në emën se ti po e nderon, po jo pa ty lagështia. Allah ka kriju nga dheju, po e kthen te nona vet, te dheju për me u bë dhe edhe për me u ringjall për zdyti. Çdo traditë e cila nuk ka bazë në fe, largoni. Nëse jeni të mendu që po e nderoni, si jeni të e nderu. Jeni të e blloku trupin mos më kalb, po përkundrazi me shku edhe me vlu, me uzi aty. Në atë sandukun që është e lu në rolin e burgut për trupin. E pse këto e bëjmë? Ose nga presioni akrabave, ose nga mendjemadhësia që filoni ka blej 500 euro, 1000 euro. Unë kam pas rast në një fshat jo të komunës Prizrenit, kam shku te një person i cili jeton të jashtë dhe donte me mu livdu mu, hoqsa kur kom hinë shtëpi re, tha edhe babës ja kom nru mermerin e vorrit, që është tha unë me shtëpi re, baba pa shtëpi re. Tja po menen që mermeri i vorrit babës është shtëpi për babëna. A ke që u thash në haqë për babën, dikon bedal, tha jo.
Në raja gurët e mermerit të babës. E me që ato gurë baba në ditë kiametit ka me të njek në kryje me të ra.